Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi me dersin e 14 rreth historisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam, ngjarjeve të jetës së tij dhe mësimeve që i nxjerrin për këtyre ngjarjeve. Edhe kemi mri deri te pika ku pejgamberi alayhi salatu wassalam e la Mekën, i urdhroi shokët e tij me lan Mekën kush mundet, edhe me ja mësy Medinës. Fillimisht Medinën pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka përzgjedh me shpallje, jo që ai ka dashur. Mirë po, Allahu e ka urdhëruar me shku në Medinë, sepse thot, kam pa ëndër një qytet ose një vend banim me hur ma shumë edhe i rrethum me gurishte. Edhe kam mendu që është Tohame ka qenë një vend që ashtu me hur ma shumë ofër Riyadit Saudit, ku është Riyadi. Pastaj thotë e kum kuptu që është Jethribi, qyteti Jethrib, që ja ka ndruar dhe emrin pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ka bërë Medinja e pejgamberit, pastaj ka mbetë vetëm Medinë. E ëndrat e pejgamberëve janë shpallje, që do të thotë se ka qenë i urdhëruar prej Allahut të lartësuar që me shku në Medinë. Edhe zgjedhja më e mirë ka qenë Medinja, edhe njerëzit më të mirë pas atyre muslimanëve që ka pas Mekë kanë qenë medinalit, sepse në vazhdim të derseve tona do ta shohim se çka kanë dhënë edhe sa kanë sakrifikuar këta njerëz për me mbrojt pejgamberin alayhi salatu wasalam, po edhe për hafën e tij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur morën vesh medinalit se u shnis për Medinë, delnin çdo ditë prej sabahit lumë, e deri sa i kapte vapa e madhe, dilnin edhe i pretnin mos peshohin, kur po vjen. To unë e pretshin me padurim. Edhe, kur i kapte ai nxehti i madh, ajo vapa madhe, shkonin në shtëpia. Kur një ditë, mos i që ishin nis për me shku të shtëpia, në jahudi, duke i rregulluar të hurmët si duket pak manal ka qenë, edhe i sheh pejgamberin alayhi salatu wassalam, e sheh Abu Bekrin dhe e sheh atë i cili jev ka tregu rrugën, Abdullah ibn Rajqit, atë sikur ai gjegji pe slartit kur nuk e vren duket si mjegëll, po i sheh 3 persona dhe thot, o arab, gjyshin e ju që jeni të prit jam rrini, ja behu. Edhe pastaj gëzim i madh, mirë po këta janë medinalit e Kubos, sepse në Kubo ka jetu një fis ben Amr, i cili ka qenë fis i madh. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe shokëve që kanë mri para tij në Medinë i ka thonë që të vend mu nol. Edhe kë kur ka ardhur që të vend është nol. E kështu që janë ngëzuar shumë edhe kanë dalë krejt me prit pejgamberin alayhi salatu wassalam banorët e Kubos, ku është Kuboja Saudit. Pastaj sahabët që kanë mri para tij e kishin përzgjedhur një vend, një luginë aty afër Kubos, edhe ishin vendosur aty. Ndërsa namazin u afalte Salim ibn Maqil atyre sahabëve që kishin mri, sepse namazi ishte bë obligim në Mekë, pesko, sikur se shikemi na sot, edhe atyre u afalte namazin Imam Maqil ibn Salim ibn Maqil. Tash kur mrin pejgamberi alayhi salatu wasallam në Medinë, edhe Abu Bekri, ata kishin një banor të Kubos për pejgamberin alayhi salatu wasallam, po nuk e dinin cili është pejgamberi. Ata shpivje morën ndoshta me pyet, ose s'mujnë krejt me pyet, po vështrojnë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam zbret pe devës, ulet e Abu Bekri. Ata kur fillon me rojo vapa, dilli, rrezet e dillit fillojnë me ron në fytyrë pejgamberit alayhi salatu wasallam, quhet Abu Bekri dhe me këmishë vet i bën hije. Edhe e kuptojnë që ky ulet e ku ka pejgamberi alayhi salatu wasallam, ky tjetri te ku ka shoku i tij mos i po ja ban këtë shërbim. Onë Abu Bekri e kemi përmend disa herë që kur ka qenë pyetje për pejgamberin alayhi salatu wasallam me mbrojt, ose me ofru ndihmë, ose me ofru ushqim, e ka harru vetin. Ka harru vetin krejt. E ka lënë vetin pa hungër, ka lënë vetin pa vesh për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai çai dill që po i vjen pejgamberit alayhi salatu wasallam është i radhë Abu Bekrin krye. Mirë po kë pe ja çet këmishën me bohije që mos merro rrezet e forta dillit. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam qëndroi disa ditë në Kuba. Disa transmetime historike thonë që ka qëndruar 4 ditë. Disa tjera thonë më tepër se 10 ditë. 10 ditë e diçka.
ose 10 nete diçka. Mirë, këtu nuk ju ka interesu shumë historianëve se sa ka qëndru pejgamberi alayhi salatu wasalam, sa ju ka interesu se dita kur ka rrinë dhe dita kur ka dalë. Edhe thëjnë historianët, gjithë pothuajse, pejgamberi alayhi salatu wasalam në tanën ka dalë prej Mekës, në tanën ka rrinë Kuba. Mes ditë. Pastaj në të premten ka dalë prej Kubas dhe u nis për Medinë. E tash nëse themi e hone, e martë, e mërkur, e ejte, pastaj të premten ka dalë, i bjen që ka nejtë 4 ditë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë, po nëse ja shtojmë edhe një javë, del që ka nejtë 11 ditë ose 12 ditë. Si do që tjetë, për 4 ditë është kogje e pamundur me maru xhamien të cilën e ka ndërtu pejgamberi alayhi salatu wasalam me sahabët edhe me muslimanët e Kubas, që është xhamia e Kubasat. Xhamia e Kubas është xhamia e parë, xhamia para xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që i bën se dikon më shumë se 10 ditë ka qëndruar në Kuba. Aty i kanë bo muhabetet, aty i kanë kojt dertët, aty i kanë bo planët, aty i kanë përhop davetin edhe islamin, kush su bo musliman deri në atku, pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka shfrytzu këto ditë. Pastaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam kur vendos me hinë Medinë, dhe më pe Kubas Medinë, kush e ka po? Sa që ka 5-6 km 7. Qendra e Medinës edhe Kubaja. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i çon selam fisit Banu Najjar që janë dojt e tij. Janë dojt e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i thot jam të dosh me hinë Medinë me armë më shoqëru. Edhe qohen fisi Banu Najjar 500 burra të armatast. Për me i tregu me dinalive që na e kemi pru pejgamberin alayhi salatu wasalam Medinë, po kemi me mbrojtu. Edhe për me i tregu atyune të cilët ma vonë do të bojnë plane edhe do të bojnë kurtha kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam, pastaj rrethojnë këta edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam bashkë me ta, bashkë me muhaxherët, me Abu Bekrin niset për me hinë Medinë. Rrugës para se me rrinë Medinë e arrin xhumaja, ku e xhumos, që është obligim xhumaja. Edhe kjo është xhumaja e parë të cilën e fal pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ma herët se kanë fal. Në Mekë ku me falë, janë falë në për shtëpinë, s'kanë mujtë 2-3 vetë mu mbledh për arsye se janë rujt për i mushrikëve, rrugës kur s'kanë pas ku me falë, edhe e falin gjumon e parë rrugës për Medinë, që quhet fisi Ben Salim ku kanë jetu, sot ditë është xhamia. Është një xhamia aty, i thënë xhamia e xhumos ku e ka falë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thuhet që e ka falë me 100 burra që kanë qenë vendali, thuhet që ka qenë me 40, dhe prej këtu është interpretimi dietarëve se sa xhamatli duhet me qenë në xhumo për me lauzon xhumoja. Edhe disa e përmenin 40, disa e përmenin 100, disa 120, varësisht se çuçi interpretojnë se sa në vetë e kanë fol xhumon me pejgamberin alayhi salatu wasalam xhumon e parë. Pastaj kur rrin Medinë, tash pejgamberi alayhi salatu wasalam thot Barra ibn Azib, thot nuk i kom pa Medinali tu gëzu për diçka ma shumë se sa kur ka hi pejgamberi alayhi salatu wasalam Medinë. Tash jemi të fol udhëtimin prej Kubas deri në Medinë që ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe kredi i kanë dalë përpara me prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fëmijët në për Medinë tu knu, erdhi pejgamberi, erdhi dërgumi Allahut, erdhi Muhamedi, në këtë formë domthon kanë kënu dhe kanë brohoritë dhe po këtë Medinja po ushton, erdhë Muhamedi, erdhë pejgamberi, erdhë Muhamedi, erdhë pejgamberi, kretë që mbledhen pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe ata që i kishte me vetju dhe u boni grumbull i madh Medinë. Të shka me po pejgamberi alayhi salatu wasalam, por herë të parë po elshon kamën Medinë. Si pejgamber, në vendin ku i premton se hajde se kemi me besu, kemi me të ndihmu, fejnë kemi me praktiku dhe kush nuk ka me na pengu. Tash, si cili po i del në rrugë pejgamberit alayhi salatu wasalam, prej atyre kryesorët fisit, kryeplezhve të fisit, edhe po thoi dërguar me Allahut, hajde në shtëpi time se unë të mbroj si vllahun tim. Si vllahun tim. Hajde te unë, si cili po qef me posa të nderin që pejgamberi alayhi salatu wasalam me hyn shtëpi. Edhe më konë musafiri tina. E pejgamberi alayhi salatu wasalam po i thot atyre, mos një devën, lene devën se kjo vetë zgjedh vendin, se kjo është e urdhëruar me Allahut ku munul. Thonë, për mos me ngushtu kërkonin, për mos më prej kërkush, që nesër mos me thonë dikush, e pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkoi taj nuk erte unë, pse shkoi te ky fukaroja, se te ky pasoniku, pse shkoi taj që se bojnë hesab kërkushi, nuk erte ky kryeplaku i fisit,
Tha mos e ngosni devën se kjo nalet në vendin ku është e urdhnuar. Edhe po hes devja, po hes, unë nalë në një vend. Ullë, do mëna e devja kur ullet, e kene parasysh që shullet. Mirë, nuk shëndrej shumë, unë gret prap, o sel, ja dha një qark edhe erë prap njiti në vend, ullë. Këtu tha do është vendi i jonë. No, këtu Allahu i ka thonë devës që tu munal. Edhe këtu do të ndërtuat xhamia. Edhe aty u ndërtu xhamia. Pastaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam po vetë, po thot, kush e ka shtëpi më afër këtë? Dëshim mos mundi kërkush i ofendum. Për pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot shtëpia e kujt është më afër për shtëpi vendit ku nalëm na? Qoftë e Buajubi, një burr i thjesht, një burr jo shumë i pasur. Edhe i thotë diku Allah, çu është dera? Derën hapur e kam velem të prit. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam pastaj thot, do të vendosmi të shtëpia e Abu Ejub Ansariut radhiyallahu anhu. Vendi ku nal devja, pejgamberi alayhi salatu wassalam thot këtu do të ndërtohet xhamia. Mirë, pasi u stabilizuan Medinë, u vendos në shtëpinë e Abu Ejubit, po i thotë kujt është kjo tokë. Ata i thanë Benu Nëgjar, fisi Benu Nëgjar, se duket ka qenë familja më e madhe në Medinë. Thotë dërgume Allahut, e jonja është po falë të kuft. Jo, thotë, kallëzën ma çmimin. Çfarë çmimi ka kjo tokë? Sepse du me blej. Edhe ajo tokë ka qenë djerrin, do të thonë tokë e lanën pa punume, pa mjellën, bashkë, hurmët e thymet, thata, do të thonë tokë shkret hesapi i dy jetimave, Suhejl dhe Sehel. Dy jetimat vegjën, edhe i thot tregon më në çmimin, ja jep 10 dinar, do më 10 lira. Ku i merr 10 lira pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ka orë dur në gjepa. Dur në gjepa, s'ka pas gjepa, po dur në gjepa, do më thonë s'ka marrë me veti kurçë. Edhe ashtu s'ka pas. Ku i merr? I merr te njeri i cili kur nuk i ka thënë jo, as kur nuk e ka kthy prapë Abu Bekr radhiyallahu anhu, ja merr lirat edhe e pagun tokën e xhamisë. Pastaj, në atë vend ka pos varrezat vjetra të dhujtarëve të mushrikëve. Si duket veç eshta ka qenë. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam për me pastru atë vend, urdhëron me hiq eshnat edhe me qit me një vend tjetër. Pastaj, ku ka qenë, domethënë toka, si trapa, lugje, me drejtu atë vend, me hiq hurmat e thata, edhe me drejtu terrenin për me bo xhami. Edhe filloi me bo xhami, të cilën edhe vetë pejgamberi alayhi salatu wasallam merr pjesë në ndërtimin e kësaj xhamie, e që në fillim u bë me thuprat të hurme, do me fletat hurme, pastaj më vonë u bë edhe prej lloçit, do me prej çerpeqve, prej dhejut edhe prej lloçit, ndërsa kulmin e mbulun me fletat të pallmave të hurmeve. Në tokë ishte që është mushkretin që shërkon. As të pija s'ka pos, as nuk ka pos shtroja, që është janë falë, deri një këtë gatë. Mirë, pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam kur vendos në shtëpinë e Abu Ejubit, stabilizohet, e dërgon Zeidin, Zeidit që i kanë thonë djali Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë i birsum, por pastaj birsimin Allahu ja anulon edhe e shfuqizon këtë formë birsimit, e dërgon Zeidin, edhe dërgon bashkë me to, edhe një person tjetër, ja jep 2 deve, edhe ja jep 500 dirhem, thot me shku me mi sjell vajzat këto, edhe gruan Sevdën, me cilën ish martuar ka qenë në Mekë. Edhe shkojnë këta, i sjellin Fatimen, e sjellin Umu Kulthumin, e sjellin edhe Sevdën, gruan e pejgamberit alayhi salatu wasallam, gruaja e parë, me cilën është martu pas Hatijës radhiyallahu anhu. Pastaj e sjellin edhe Zeidi e sjell edhe djalin e vet Usaman, e sjellin edhe disa antar tjerë të afërt familjes pejgamberit alayhi salatu wasallam, sikurse është halla prej çumshtit, e ka një tezë kështu më radh. Që do të thotë se sahabët kanë sakrifikuar shumë për këtë temë. Le që kanë lënë pasuni, po kanë lënë njerëz më të dashurit e tyre. Pejgamberi alayhi salatu wasallam fëmijët e vet i kanë lënë. Bile Zejnebia nuk mundët me ardhë me bëj hijret, ban hijret më vonë. Në këtë kohë nuk mundët me bë. Gruan e vet s'e merr pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ma vonë i dërgon njerëz për me shku me marr. Vajzat e tij ashtu, Zeidi djalin e vet, halla, tezat, këtë kanë me atje. Më vërtet ka qenë udhëtimi më i rëndë që kanë përjetuar sahabët, edhe u kanë sikletshëm, sepse ka qenë me mërzi, ka qenë me lodhje, ka qenë me raskapitje, ka qenë me frikë i shoqëruar, plus me i lënë gjitha, edhe me shku me një vend huj.
me lonë me pasuri, e me shtëpi, e me familje, e me rreth, e me vendin ku ke lindë, dhe me shku me një vend të huj, krejt, me dur në gjepa, me të vërtet ka qenë eron. Ka qenë eron. Pikresht, qysh ka ndodhë me muhajgjerët e tërë. A kemi në muhajgjerë? Kemi muhajgjerë këtu. Pse ju themi muhajgjerë? Për arsye se i kanë lonë shtëpijet e tyne, edhe kanë lonë pasurin, veç që kanë mujtë me marë dhe kanë ikë prej atyre, prej vendbanimeve tyre, që i kanë pas më herët, vetëm me shpëtu jetën edhe me shpëtu fejnë. Sepse kishin pranu me ndru fejnë, edhe me ndru gjuhën, sikur se kanë ndodhur me disa që kanë metë atje, në viset e tyre të mëhershme, në sanxhakun e Nishit, në sanxhakun e Prokuplës, në sanxhaqet e ndryshme, nuk i kish largu shkallë, as nuk i kish vra. Mirë, por mos me ndru fejnë, muhajgjerët kanë orë këtu. Për ata vllaznin, këtu du me përmend diçka që është më rëndësi. Wallahi billahi, shumë kriminal do të më qenë. Shumë kriminal do të më qenë çaj i cili i thot një muhajgjerit shkon në Serbi. Sot ai thotë, a na thotë neve. Domthon kush është musliman? Kush është musliman? E i thot shkoni në Turqi. Domthon shkoni në Turqi, shkoni në Arabi. Kuna muhajgjerit i cili për me rujtë shqiptaria dhe për me rujtë islam e kalon shtëpinë e vet dhe ka ardhur çto. Ku do me çu manin aty? Ton të njëjtin skenar do m'ja përsërit ato që ja ka bërë Serbia. Nuk ka krim më të madh, nuk ka kriminal më të madh se sa ai i cili i thot një njeri të tillë, i cili haloj ka vort të pambyllura, që kalon gjithçka atje, sepse muhajgjerët i kanë 100 e pak vjet. Ton i din pronat, e i din fshatrat, e i din vendbanimet, e i din pasuritë që i kanë pas atje, e që i kanë lënë baktite, që kanë pas kanë lënë. Edhe sot me i thonë, shkoni në Arabi, shkoni në Turqi, pa e ka rujtë që të shqiptari. Ai për mësë më bo shka, me ndru fej edhe me ndru gjuhë, i kalon krejtë që të edhe ka arshë të kusë. Ku do me quti? A që ka është kriminal do të më kanë? Për me i thonë këtë fjara, muhajgjerëve tonë, po dhe muslimanëve tjerë. E kështu që pikërisht ju kanë thonë muhajgjerë dhe muhajgjerëve tonë, sepse më të vërtet kanë ikë prej gjithë shkafit për me rujt identitetin e tyre, me rujt fejen, edhe me rujt gjuhën, edhe me rujt zakonet, edhe me rujt komësin, edhe për katësin etnike që e ka thonë Allah i lartësuar, dhe sot ditë jemi shqiptar. Sot ditë muhajgjerët të cilët kanë ikë për shtynë e vendeve janë shqiptarë dhe janë musliman. Ndërsa ata që nuk kanë ardhur, nuk i kanë lëshuar vendet e tyre, janë shqiptarë në origjinë, në gjenet e tyre. Mirë, po as nuk e pranojnë që janë shqiptar, as nuk flasin shqip, as nuk besojnë, sikurse besojnë shumica e shqiptarëve të kristianë as muslimanë. E sot me dalë dhe me i thonë, shkoni në Arabi, shkoni në Turqi, shkoni ashtu. Më të vërtet krim, edhe kogje kriminali madh do të më kanë, edhe kogje zemër, pa njerëzore do të me pas dikush për me thonë këtë fjallë. Mirë, po ja që po ndodhin. E pejgamberi alayhi salatu wassalam, domthon çka që ron ka qenë lëshimi i Mekës, largimi prej Mekës, për pejgamberin alayhi salatu wassalam, selema për tjerë. Saqë kur dal pejgamberi alayhi salatu wassalam te tregu i Mekës, për të cilës e ka pa Mekën, janë disa transmetime që i shkojnë edhe lëtë, edhe thotoj Mekës, ka vend më të dashur për mua se sa ti. Edhe kur nuk të kisha lanë, mos të kishin nxjerrë njerëzit. Domthon këtë fjalë kush i thot? I thot ai që e ka një zor të madh dhe po i lën gjitha këtu. Edhe sahabët kështu e kishin. Plus tash me shku me një vend të huj. As nuk kanë shtëpi, as nuk kanë tokë, as nuk kanë pronë, as nuk kanë ku me shti kryt, as me hangër, as me pi. Thonë, më të vërtet është e vështirë. Mirë, po ata po e dinë se i kanë lanë krejt këto të mirat e kësaj bote, për me rujt diçka që është shumë e madhe, e për mes saj Allahu ve i runë dhe ju qenë bereqet, e që është feja dhe islami. Mirë, kur ardhen në Medinë, pastaj më të vërtet gjetën me këpritje të pashash, të mos përsëritet kur me këpritja e medinalive për musafir që kanë pritat. So që shkojnë ensart medinalit dhe thënë pejgamberit alayhi salatu, oj dërguar i Allahut, apo na i ndonë për gjysmë pasuritë që i kena me muhajgjerët. Ata pasuritë më të mëdha në Medinë i kanë pas plantacionet e hurmave. Ndërsa në Mekë e kanë pas tregtinë, nuk bëhet, më thonë, bujqësia nuk zhvillohet në Mekë, po u zhvillu tregtia, ndërsa në Medinë bujqësia, pasuria më e madhe plantacionet e hurmave. Apo na i ndonë që të plantacionet hurmave për gjysmë. Mirë po quhen muhajgjerët atje. Ato janë tjugët. Mirë po na merrni neve si punëtor, na ja u punojmë hurmat edhe pastaj i marrim frutat për gjysmë. Edhe kështu. Pastaj i hapën dyert, i hapën shtëpijet, i hapën zemrat, i hapën gjithë për muhajgjerët. Saqë Allahu kur i lëvdon në Kur'an,
Ansarët thotë walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim. Edhe ata të cilët duke u nisur nga imani i hapën shtëpitë dhe i hapën dyert para tyre, do para muhaxherëve. Edhe po i dojnë, Allahu po i dojnë ata të cilët kanë bëu hijret të ta, do muhaxherët që kanë shkuar atyre. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Edhe kur njëherë nuk ka shku mendja me thonë pse bëna u lodhëm t'i u dhonë këtyre, u lodhëm t'i mojt këta, po ju jopëm kur hiq, për kundrazi. Se cili është një ma krenarë, se cili është një ma mirë edhe ma shlirë, kur i kanë ndihmu muhaxherëve, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Shpeshkun Allah. Thot edhe jopin përparësi muhaxherëve, edhe kur e kanë atë varfërinë ekstreme. Khasasa është gati thojnë dietar kur ngjitet të lëkura e barkut për shpinë. Edhe që si gjendje, nëse s'kan pas bukë dhe ushqim për të mjaftueshëm, ju kanë dhënë një herë muhaxherëve, pastaj kanë hongër për veti. E më të vërtet Allahu ja u kompenzoi këtyre deri dikon muhaxherëve se lanë gjithçka mirë, po Allahu ja u kompenzoi me një ambient shumë të këndshëm, shumë vëllazëror dhe shumë mikpritës. Sa që përmendet tregimi, nuk ka mundësi më u përmend bujaria dhe mikpritja e ansarëve, po u përmend tregimi i Sa'd ibn Rabi'is edhe Abdurrahman ibn Aufit. Abdurrahman ibn Aufi, njëri prej muhaxherëve të mëdhej, pastaj njëri përgëzuar me xhenet për 10-ve. Ndërsa Sa'd ibn Rabi, domthon gjithashtu njëri prej kryesorëve të familjeve të mëdha në Medinë. Edhe këta u vllaznuan kur i vllazoi pejgamberi alayhis salam, këta u vllaznuan me svit. Edhe po i thot Sa'd ibn Rabi, e thot Abdurrahman ibn Aufit. Thot, unë e kam qëtë orë, e kam qëtë shpi, i kam 2 shpia, e kam qëtë tokë. Zgjedhe cilën du shpi, merre ju t'ja kuft. Tokën shkojmë e shikojmë që tash i bashkët hurmat, ka të pëlqen ty e merre. Në fond i thotë edhe diçka interesant. Thotë edhe unë jam i martu me 2 gra. Nëse së në gjanë më martu, unë e lëshej një anën, edhe merre ti, edhe të nimoj me porë. Më të vërtet, njeri i cili s'ka iman dhe s'ka besnikri dhe s'ka bujaria dhe mikpritje, i do këtë ke e tepërt. Mirë po, Sa'd ibn Rabi'a po dënë me i tërgu Abdurrahman ibn Aufit që gjithë shkatja, po dhe zemrën, nëse dohet përgjys të doj përgjys me ty. Edhe o që si ambienti, më të vërtet, Allahu ja vletoj krejt vujtjet edhe humbjet materiale që i pësun muhaxherët. Ndërsa Abdurrahman ibn Aufit thot, Allahu të shpërblift. Allahu të rujt këto, më keneru tepër. Më trego ku është pazari. Unë kam nevoj veç më qutej të pazari. Edhe del në pazar. Sa punën gjatë ditës, kthehet të shtëpia bukën e vet, e kanë nxjerr për veti. Me hangër. Domthonë as bukën nuk e ka marrë prej Sa'd ibn Rabi'is, sepse e kanë nxjerr prej vet, domthonë se ka qenë i zdërvjellt sa i përket shit vlerës, pastaj për një kohë shumë të shkurt bëhet me pasioneve më të mëdhaj të Medinës, Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhum ejma'in. Pastaj në ditët e para, domthonë ditën e parë të Medinës pejgamberit alayhi salatu sallam, ndodhin disa gjëra interesante. Këtë njerëz janë mbledhur rreth tina me dëgjuar se çka po thet. Për herë të parë me pejgamberin e Allahut, takimi i parë, fjalët e para të mëdha do të më dalë. Bile fjalët e para që i thot pejgamberi alayhi salatu sallam janë bazë dhe janë themel mbi të cilën do të ndërton që tashi jetën Medinë, shtetin e Medinës do të ndërton mbi to. Thot Abdullah ibn Salami, njëri prej pak jehudive që janë bërë musliman. Thot kur dëgjova fëmijë duke brohorit në për Medinë, erdhi Muhamedi, erdhi dërgumi Allahut, erdhi Muhamedi, afrova dhe unë me pas se çka është. Ishin mbledhur krejt njerëz të rrethit. Turme madhe, edhe unë mundova me shpërthy turmën edhe më afrunat. Thot si e kom po në ftyrë pejgamberin alayhi salatu, e kom kuptu që kjo ftyrë nuk është ftyrë e rëndësit. S'ka mundësi gënjeshtari rëndësi me pas kësi ftyre. Edhe thot fjalët e para që i dëgjova prej tina ishin ejuhan nas, afshu salam, wa at'imu at-ta'am, wa silu l-arham, wa sallu bil-lejli wa nasu niyam, tadkhulu al-jannata bis-salam. O ju njerëz, shpërndani selamin. Përshëndetu me zveti. Do shpërndani dashuria dhe përshëndetje dhe mos i lëni vend shejtanit më ju hyjnë mes. Edhe më thonë jam po, jam foli. Ushqeni nevojtarët. Nuk ka mundësi me qenë stabile një shoqëri ku
njani, dy fëqinj janë afër njëri tjetrit, njani kam rinë në qiell, edhe çdo ditë e ndron ushqimin, e ndron garderobat, e ndron rrobat, ky tjetri së ngjan ushqim me humor. S'ka rati këtu, s'ka. Tash nuk do të thonë ky që më dhon këtij krejt, mirë po, do të thonë përderisa e lën me vujt, ndërsa ky ka mri kupën e pasurisë, nuk ka. E pejgamberi alayhis salam po I vendos disa baza të jetës sociale, të jetës shoqërore, po normal edhe jetës fetare në Medinë. Ushqeni nevojtarët, mbani lidhjet farefisnore, s'ka pa lidhje farefisnore, edhe faluni natën kur njerëzit flajnë. Ditën po se po, ama faluni natën. Ndashi çka me hin xhenetet e Allahut. Krejt këtu pastaj I lidhi me xhenet. Don përveç që kanë përfitime të dunjas, edhe ndërtohet një shoqëri dhe e shëndosh në baza dhe themelet shnusha, krejt këtu janë dunjas, përfitimet e dunjas, ndërsa përfitimi I ahiretit hyni në xhenet. Pastaj Abdullah ibn Selami ishte rabin, domos sikur prifte krishterëve, ishte rabin I jahudive. Edhe don me pranu pejgamberin alayhis salam, mirë po Abdullah ibn Selami ishte njeri I zgjut, njeri I shkollum, njeri I arsimum, edhe nuk është kallaj me pranuaj pa prova. Po do me bo prova që do më njerëz të tillë nuk mashtrohen letë. Edhe I thot pejgamberit alayhis salam, I kam 3 pyetje për ty. Tash aja ka bon ditën e parë, që ditë që u po, aja ka bon ma vonë, po kryesor jam Abdullah ibn Selami, në fillim, po I thot I kam 3 pyetje për ty o Muhammed. Nëse përgjigjesh, ti je pejgamber se s'din më ju përgjigj këtyre 3 pyetjeve, as kush tjetër pos pejgamberit. Edhe I thot, pyetjen e parë, cila është shenja e parë e kiametit? Abdullah ibn Selami për kiametin, për arsye se Musa alayhis salam, Isai, e pejgamberët e tjerë kanë shpjeguar. Thot, cila është shenja e parë e kiametit? E dyta thot, cili është ushqimi I parë që ju jepet xhenetlive, sa të hinë xhenet, me çka ju servohet? Çfarë ushqimi? Edhe e treta është qysh ndodh që fëmia herë gon ka nona, herë ka baba. Thot pejgamberi alayhis salam, këtë moment merr Xhibrili dhe më tregoj. Mos e kum ditë asone. Thot Abdullah ibn Selami, Xhibrili apo Xhibrilin jahuditë kanë armek. Xhibrilin jahuditë kanë armek. Kryesorja thot pejgamberi alayhis salam, Xhibrilin tha se shenja e parë e kiametit, për shenjat të mëdha që do të ndodh, është një tëm I madh që ka me dalë prej fundit të Yemenit edhe ka me I mbledh njerëz, ka me I grumbullu në tokën e Shamit, Sirisë. Edhe, domethënë disa shtete përreth Sirisë janë. Ndërsa thot ushqimi I parë që ju servohet xhenetlive, sa të hinë xhenet, që kanë me hangër sefte, as sup, as sallat, as kanë, thot kam ju servu në përpjata moja e mëlçisë së balenës. Jo mëlqinja, po mëlqinja e balenës, e pas ka një farsi shtoj, se si bisht. Bila arabisht e I thënë shtesa e mëlqisë, ko e di dhe vanë si duket aja është shumë e shishme në këtë botë, e lemo, në xhenet, thot që kje ju servohet. Ndërsa pse fëmija, thot, her gon ka nona, her ka baba, thot varësisht se cili uji është ma I shpejt. Nëse uji I mashkullit është ma I shpejt, atëherë e merr I përgjon babës. Nëse I femrës është më I shpejt, atëherë I përgjon nanës, edhe ja zgjat dorën thotë se këtyne përgjigjeve, këtyne pyetjeve nuk I përgjigjet kush pas pejgamberit, edhe bëhet musliman. Mirë. Abdullah ibn Selami për jahudive të rrallë pa inati. Edhe tash I thot pejgamberit alayhis salam, moj dërguar me Allahut. Po kam qef që jahudit më bëu musliman. Se na të kemi prit ty. Krejt na e dim këtë më vonë. Unë jam kon prifti tyre. Unë jam këmsu fejnë atyne. E kështu që në raketin e konë të e prit pejgamberin. Mirë po du atyne mja u bo një provë, pa e morë vesh ata që unë jam bo musliman. Mos po bo në musliman. Sepse e dim popullin e vetë. Edhe I thot unë e po fshena, ti thiri ata. Edhe pëti, nësa Abdullah ibn Selami bëhet musliman, a bëhet dhe jo, qështu mos po bëhet musliman dhe kush për tjur. I thirë pejgamberi alayhis salam, Abdullah ibn Selami në mrapa perdeve ko. Edhe I thirë ata kryesor të jahudive. Thot o ben Israel, o jahudi, keni frikë Allahut, se ju e dini mirë që unë jam I dërguar I Allahut, po besani, se mirë për juve nëse s'besani. Thot, është e vërtet që ka me orë një pejgamber, po s'ki faktet. Thot mirë, që ka thoni për Abdullah ibn Selamin, rabinin e ju, thot Abdullah ibn Selami është më I miri I joni, djali më të mirit prej neve, do më në babën e ka pasur të mirë. Më besnikut e na, djali më besnikut.
Thot, nësa ju bo musliman, shka bane jo? Kur s'ka mësime, ndëvëll Abdullah më bo musliman. Pa i mbaru fjallë, Abdullah ibn Selam i jek përdën. Thot, o njerës, besane pejgamberi se përshta ju këmë fullën deri dje. Që kjo është a i që këmë fullë deri dje? Po lene i natët. Qka në bon, qka ndodhë? Thojnë, ti më i keqi, i birit më të keqit, edhe je më rëndësi, i biri më rëndësit. Moment i këthejnë fjallët. Edhe për ata, jahudit, shumica e tyre, shumica dërmuse e tyre, e din të vërtetën, e din fejnë, e din që pejgamberi alayhi salatu wasallam është pejgamberi Allahut sikur se të tjerë, mirë po nga i natë nuk e pranojnë, sikur se që ka ndodhur këtu. Kjo është tregimi me Abdullah ibn Selam. Mirë, pastaj ndodhë sa shkojnë në Medinë, smuhet Abu Bekri, smuhet Bilali, smuhet një pjesë e madhe e sahabëve. I kap një farë gripi me temperaturë, me zjarmi. Edhe se e transmeton Oisha e përshkruan thotë hinat e baba me nximar ke frym. Thotë prej temperaturës ose prej gripit. Çashtu do Bilali. Edhe shkova te pejgamberi alayhi salatu wasallam po i tregoj se çka kanë të hiq me gripit. E pejgamberi alayhi salatu wasallam po thotë o Allah, o lot, o Allah, bën i dashur Medinën sikur me ikën që kena dashur. Bile edhe më dashur. Edhe na i bën bereqetshëm, bukën edhe fitimin e Mekës, e Medinës. Pastaj thot, o Allah, na e ban edhe të shnetshme Medinën. Na i largos mundet. Ndërsa thot gripin e këto flaumat, largoj prej Medinës edhe qoj në Gjuhfe. Gjuhfe, sot adet është një vend rreth Bregdetit, i cili është mes Medinës, për afërsisht i vjen edhe Mekës. Edhe e sheh pejgamberi alayhi salatu wasallam një ëndër, një plak, duke dal prej Medinës, edhe niset për Kadeti. Domthon këtu ditë, edhe e komenton se kjo plaka është gripi dhe domthon që ajo smundje me zjarmije me temperaturë që ka dalë prej Medinës edhe ka shkuar atje dhe fillon sahabët muhaxhir me një vetën qetë, mu stabilizuar Medinë edhe me dasht Medinën. Edhe sot adet kush kanë hax, kush kanë numre, kënaqet me ikë. Me po shkrihet Medinë. E provani inshallah shkon gjithë. Me ke kënaqet, çobja krejt. Mirë po kur shkon në Medinë shkrihet. Ja për këtë haxhitin, ja për shka ish Medinë. Është doja pejgamberit alayhi salatu. Madje edhe puna dhe bereqeti dhe fitimi i Medinës është ndryshe nga çdo vend tjetër. Doja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ja u la fal ensarve këtë mikpritje dhe këtë lodhje, po vazhdimisht i livdonte, vazhdimisht fliste mirë për ta, saqë ma vonë na vijnë disa tregime interesante pejgamberi alayhi salatu wassalam, disa pozicione me ensart, me medinalit. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wassalam thoshte mos t'i shkon hijreti, do që ma ka bo obligim Allah me bo hijret, kisha pas shef më konë për ensarve. Nëse sikur ensart me esë një rrugicë, krejt bota tjetër ka unë e hesi rrugicën e ensarve. Kështu i thështë të pejgamberi alayhi salatu. Masanej të e ndërtu gjamien, të bojt materialin për me ndërtu gjamien, thështë Allahumma la aisha illa aisha l'akhira, farhamil ansara wal muhajira, o Allah nuk ka jetë vërtet, pos jetës ahiretit, mshiraj muhajirat edhe ensarat edhe muhajirat. Ndërsa, Medinët është teren i ri për muhajirat, pejgamberi alayhi salatu wasallam don me vendosë ran, sepse për ata dhe erdh. Në Mekë s'mundi me vendosë ran, tash po vendos në Medinë që muslimanët që ishin shumicë, që dy fiset kryesore të arabëve pothuajse, pjesa dërmuese e tyre ishin bo musliman dhe po e mbështesin pejgamberin alayhi salatu wasallam, tash po do me vendosë ran. Mirë po, edhe pozita gjeografike e Medinës është interesante. Sepse Medinja është tokë pjellore. Ka ujë të mjaftueshëm, ka edhe hurma, edhe bahun edhe bimë të tjera, që nuk ndodh kjo gjithkohë në Arabinë Saudite ose nga dishujnë arabik. Edhe pikërisht, në saj të kësaj, edhe jahudit, edhe ensarat, edhe Anfisi, Ausa dhe Khazraj që kishin zgjedhur Medinë me jetun ta për arsye se ishin kushtet e favorshme për jetesën ta. E tash Medinja, në qyteti i Medinës, tokë pjellore me gjithë ato që i përmendëm. Ndërsa në dy anë të saj janë ngurishtet.
I thënë harre, do thonë janë tokë sikur e shtruar me gur, ama me gur të thejpa, që s'mundet me ecë njëri nëpër to, as kanë mujt me ecë as me kual, kalërst, edhe për ata u shkonë mbrojtur Medina për shtynë dy anëve, kur nuk e ka bojë dertë ndikush se po vjen armiku për këtyre anëve se s'ka mujt me ecë, sepse janë gur që ashtu sikur se teja të thikave të vendosura çështë, sikur kur i ka shtruar dikush. Një pjesë tjetër ka qenë mbuluar me hurma, ndërsa dalja kryesore e Medinës, por rruga për Mekë ka qenë e hapur, të cilën pastaj muslimanët e bojnë hendekun rreth saj, edhe i mjafton hendeku, edhe nuk ka nevojë me bëj hendek rreth Medinës sepse e kanë mbrojtur tjetër kanë. Ndërsa të parët që janë vendosur në Medinë, historia thotë se janë 3 fiset e Jahudive. Do Banu Nadhir, Banu Qurayza dhe Banu Qaynuqa. Mas tyne, do pak vjet, jo shumë, vinë edhe 2 fise kryesore prej Yemenit edhe bojnë hijret vendosen Medinë. Mirë, po kur vinë Medinë, jahudit i kanë marrë tokat më të mira. Këta i marrin disa toka pak më djerrina, më thonë, i punojnë, i drejtojnë, i rregullojnë edhe fillojnë me i mbjellë edhe ato. Mirë po, si duket arab kanë qenë më shumë në numër. Jahudit më pak. Mirë po, jahudit e kanë luajtur atë lojën që gjithmonë i kanë përçar këto 2 fise, edhe vazhdimisht ka pas lufta. Thuhet se një vjet kanë luftu, një vjet kanë pushu. I kanë mjeku varr. Tani hajde mas një viti hapet me bo luftë. Kështu u shkon në Medinë. Derisa u ka shku pejgamberi alayhi salatu wasallam. Saqë 5 vjet para se mu taku me pejgamberin alayhi salatu wasallam, medinalit kanë ndodhur lufta Buath që janë vrarë me mijëra arab. Me zveti. Edhe një fis i jahudive është bon në aleat me një fest arabe, 2 fise tjera me tjetrin, edhe e kanë zitë për luftë dhe kanë ndodhë kjo luftë. Për ata të lodhën prej luftave, mendje e kanë prit dikan i cili afroni, bashkan edhe javlargan luftat. Edhe duke u nisë nga kjo, Abdullah ibn Seluli, krye munafiku, i cili ka qenë për fisit Khazraj, nuk ka marrë pjesë të luftën e fundit. Edhe janë marrë vesh edhe Aus edhe Khazraj që Abdullah ibn Seluli me bë mbret Medinës. Çto nis beloja e tina. Janë marrë vesh që si të nalet lufta drejtu, me ty kena më të bë mbret edhe pastaj qeverisi Medinën të qyshtë. Tash kur vjen pejgamberi alayhi salatu wasalam, e gjon Medinën me musliman, arab, shumica e arabëve ishin më musliman, kishmet një pjesë udhëtar, por edhe këta shpejt bëhen musliman, ndërsa në anën tjetër jahudit, 3 fiset kryesore që ishin vendos në Medinë, domethënë në perimetrin e Medinës, domethënë qendrës Medinës ku është sot. Mirë po, këtu pastaj shfaqet në skenë edhe një grup tjetër, një person, pastaj ky personi e bën një grup që është Abdullah ibn Seluli. Abdullah ibn Seluli e shfaq në skenë një grup që quhet munafika. Më të rrezikshëm se jahudit, më të rrezikshëm se idhujtarët, më të rrezikshëm se mushrikët e Mekës. Dhe jo rasisht Allahu ka thonë innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Munafikat janë në fund xhehenamit. Sa më fell në xhehenam, aq më keq është situata. Sa më lart, aq më lehtë edhe pse në xhehenam s'ka lehtë. Allah i na ruaj për tina. Abdullah ibn Seluli, kur gjose pengoj më bo musliman, ma di Abdullah ibn Seluli falej në gjami me pejgamberin alayhi salatu wasalam, luftante me pejgamberin alayhi salatu wasalam, mirë po e urrente pejgamberin sallallahu alaihi wasalam, edhe islamin, çka që nuk kishte diçka për to më të urrejtën se këtë. Pse? Sepse i kishin premtuar kena me të bëjmë mret edhe se banën mret. Do të thonë, edhe nuk e arriti ato që e dëshiroj, su bo mret kur i Medinës, edhe su bo musliman kur. Edhe e hupi xhenetin, edhe e hupi dunjon, edhe e hupi ahiretin, edhe hupi gjithçka. Vesh çka të bën lakmia për karrierë, çka të bën lakmia për dunjon. Subhanallahu, bile ti shbon mret. Pas mret sobo, as udhësh sobo, edhe vazhdimisht ka qenë i poshtruar edhe i nënçmuar për gjithë medinalive se e dinin gjendjen e tij, po edhe e humbi edhe xhenetin, e humbi edhe ahiretin sepse vdeq pa besimtar, normal që ai shfaqej besimtar. E ky pastaj e bën një grup Medinë, një grup koqë i madh. Mirë, kur shfaqen munafikat, pse ka nevojë mu shfaqen munafikat në shoqëritë islame? Shfaqen në 2 raste. Ose në kalumin janë shfaqur vetëm në një rast, kur Islami dhe muslimanët kanë qenë të fortë. Se nëse kanë qenë dob, s'ka pas nevojë me shkuar fortynë, se s'ka përfituar kurrë. Mirë, po kur muslimanët janë forcuar, edhe kanë qenë të fortë, dhe shteti islam u shforcu, atër për me përfitu prej shtetit islam, që plosh luftës e qoftë në qatë tjetër, që kanë përfitu dhe muslimanët, janë shqitë si musliman, kur kanë qenë musliman të fortë. Ndërsa sot, munafikat e sotit, e kanë edhe një arsye pse shfaqen, edhe nëse është islami do. Mirë, po kur dojnë me sulmu islamin prej mrena, shfaqen munafika.
Se me sulmu për jashtë të islamin, me dalë dikush edhe me thonë, unë jam ateist, unë jam komunist, unë jam krishter, unë jam kështu, edhe me sulmu islamin, edhe normal është kja, për arsye sa i së është këti. Mirë po me dalë dikush me thonë, edhe unë jam musliman, edhe me shamu se islamin atë ditë, që kjo është munafiqllaku bashkuar. Edhe po ndodh sot. Po ndodh sot, po i shohim na për emisione televizive, po i shohim na për ballafaqime, po i shohim na për debate, edhe domthonë debate private me neve, nuk lën të zëjës pa e thonë dhe pa vjell Allahu i nderoj për islamin. Mirë. Kur i thotë për ka po flet kështu, do të thonë musliman. Ku me ta islami ytit, islami gjatë pa fyë dhe pa shoh për islamin. Ku me të islami jetë? Mirë po, më thonë, është zbulu kjo strategji dhe për përdorët, që për me sulmu islamin më mirë do të prej mrena, mu shit munafik. Edhe nëse nuk është islami shumë i fort, edhe nëse në muslimat nuk janë shumë të fort. Mirë po, për me i fut dyshime, për me fut përçari, për me fut probleme mes muslimanëve, atëherë duhet më ushit muslimanë dhe me sulmu islamin prej mrena. Edhe sot i kemi tentativat që janë shumë qarta, besoj që i keni parasysh edhe. So ishin të mëdhoja fiset arabe dhe fiset hebreje. E përshkruajnë historianët kur i kanë numëruar fiset përpara ose kur kanë numëruar një popull, e kanë numëruar në bazë të burrave që janë kanë gatshëm për luftë. Edhe i përmendin fiset e jahudive të rijat, do të bënë Korejda, thuhet që i ka pas 700 deri 900 luftëtar ka mujt me t'i bëu të gatshëm. Tash llogariti, pothuajse gati secili person me një familje. To rreth 600 familjeve kanë qenë, ose 500-600. Fiset tjera të jahudive, Banu Kainuka, edhe Banu Nadhir, i kanë pas ka 700 parafërsisht luftëtar. Mirë, sa i kanë pas Aws dhe Khazraj? Nuk dihet. Mirë, po në çlirimin e Mekës, pe Aws dhe Khazraj kanë marrë pjesë 4000 luftëtar. 4000 luftëtar plus ka pas tjerë që edhe s'kanë marrë pjesë, që do të thotë se arabët kanë qenë në numër më të madh. Kjo do më është parafërsisht fillimi i jetës në dinet pejgamberit alayhi salatu wassalam, ndërsa veprimet e para që i mori, vendimet e para, janë 3 të njoftuna. Edhe mbi to pastaj e ndërtoi organizimin e shtetit, e të fetarisë, e të gjykatave, e të arsimit, e të gjithë shkafit pejgamberi alayhi salatu wassalam. E para dha urdhër më ndërtu xhamia. Qysh në ditën e parë, kur devja ju nalte ai vendi ku nalt, tha këtu ka me qenë xhamia e parë. E dyta, i vllazëroi muhaxherët dhe ensart. I boni vëllau mes veti, sikurse me i lind një nonë dhe një babë. Edhe e treta, boni marrëveshje me jehudit, që sa t'jemi në Medine, me rujt një tjetrin. Edhe mos luftofshi me neve, s'paku mos me ndihmu dikuj që na lufton neve. Edhe na nuk i ndihmojmë dikuj që ju lufton juve. Mushim ju mbrojt, me ofron ndihmë, ju ofrojmë asistencë. Nëse ju kryesore nuk e ndihmojmë armikun e juve, edhe ju mos e ndihmoni armikun tonë. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam e dinte që mushrikët e Mekës, edhe fiset e dhujtarës kanë me dur krysh, kanë me fillu tash me popullone që me luftu pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe Medinë mos me lën rahat. E kështu që këtu janë 3 pikat, do të thonë ndërtimi i xhamisë, vëllazërimi mes muhaxherëve dhe ensarëve, edhe marrëveshja me jehudit dhe përgatitja për ballafashimin me armiqt të cilët pastaj do të kanusin shtetin e Medinës edhe sigurinë Medine. Xhamin e ndërtoi pejgamberi alayhi salatu wasallam sepse xhamia i lumte të gjitha rolet. Mirë, po pa xhami zbat. Sepse xhami ku gjom suboft. Mjafton që muslimanët dalin 5 herë ditë ose duhet me dal 5 herë ditë, edhe shihen me njëri tjetrin, rrihen me njëri tjetrin edhe i bojnë bisedat bashkë. Edhe nuk është që shkëputën për një tjetit. Nëse i shkëput puna, i shkëpusin angazhimet, i shkëpusin obligimet e ndryshme, namaz do të më taku pa tjetër. E kjo është xhamia. E shteja kësaj që në kohë pejgamberit alayhi salatu wasallam xhamia ka qenë spital ku janë korrut plagosërit. Ka qenë administrat, për ato janë von urdhat pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ka qenë shkolla, aty është mësuar shkrim leximi, aty janë mësuar edhe shkenca të ndryshme, aty është mësuar Kurani dhe Suneti. Ka qenë edhe ku është kanë komanda kryesore ushtrisë, edhe ka luajtur edhe rolin e kazermës, sepse pe aty janë nis ushtrit që pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka përgatitur edhe i ka nis për me luftë. Që do të thotë se për me ndërtu shtet shëndosh edhe me qitë temelet e shëndosh apo një shtet, pa tjetër se duhet me ndërtu xhami të muslimanët, sepse ata do të më lidh me Allahun fillimisht, pastaj duhet më lidh me një tjetrin edhe më u taku, edhe me pas parasysh
që qysh i bashkan namazi, qysh i bashkan xhamia, qysh i bashkan besimin në Allahun e lartësuar, më kanë të bashkuar edhe në problemet dhe sfidat e dunjos, me qenë bashkuar dhe unifikuar edhe kundër armiqve, edhe kundër sfidave, edhe kundër planeve të ndryshme që vinë për jashtë. Ndërsa vëllazërimin që e bani pejgamberi alayhi salatu wassalam e bani mes muhaxhirëve dhe ansarëve, sepse muhaxhirët kishin nevojë dikan i cili strahan, dikan i cili e poshqim, spako, fillimin, ditët e para. E tash pejgamberi alayhi salatu wasallam, për mos mundi muhaxhirët keq, edhe për mos me mbet anash, për mos mundi të thym shpirtërisht, pastaj edhe për me anulu përfundimisht ato ndomjen klanore, ndomjen fisnore, ndomjen për shkak të përjarës e familjare, pejgamberi alayhi salatu wasallam do të më thonë jo me dinalitë dhe jo me kast, edhe pse je keni qenë shumë larg njëri tjetrit, sa keni njëri tjetrin, prej sot jeni vëlla. Don çysh e ruan vëllaun, kemë rrit këta. Çysh i ndihmon vëllaut, kemë ndihmuar këta. Saçi pejgamberi alayhi salatu wasallam caktoi që edhe nëse vdes njëri prej këtyre dyve, që bëheshin vëllezër, atëherë trashëgon ky tjetri. Atëherë e trashëgon ky tjetri, sikurse Tazam Salmanin edhe Abu Dardan kur i ka bë bashkë pejgamberi alayhi salatu wasallam vllazni, nëse do të vdeste njëri, atëherë ky e merr pasurinë e tjetrit trashëgim. Derisa ka zbrit ajeti pas betejës së Bedrit, ku Allahu thot wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd. Njerëzit e falefisit janë më meritor për trashëgimi, atëherë ka anulu pejgamberi alayhi salatu wasallam trashëgimin mes vëllezërve që i ka vëllezëru, mirë po ka mbet vëllezëria në Islam. Edhe ka mbet ajo dashuria që e kanë pas, edhe ka mbet ai respekti, edhe mikpritja, po edhe mirëqenia që e kanë pas mes vete. Ndërsa me jahudit e bën marrëveshjen që mos me pas problem me banor që janë aty në Medinë. Sepse për që është jashtë Medinës rreziku po e dim, ama kur jeti i rrezikuar edhe në qytetin tonë, edhe me banim tonë, atëherë shmumbroi për aty të jashtë. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam i vendos disa pika që njihet karta e Medinës, mirë po karta e Medinës shumë kushte që e shpjegon e përzim, se pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka shkruar dy karta. Karta e parë mes ensarëve dhe muhaxhirëve. Thot ju jeni një umet, ju jeni vëllazër, edhe nuk lejohet me tradhtu njëri tjetrin, nuk lejohet me dorëzu njëri tjetrin, me vrarë njëri tjetrin, nuk vrahet vëllau jot për të huajin e kështu me radhë. Kë kanë qenë pikat me të cilat e ka rregulluar pejgamberi alayhi salatu wassalam jetën mes ensarëve dhe muhaxhirëve. Edhe për ata thot Medine, kush ban fesat ose kush e shefin i zullumçarët i fesatxhi, Allahu mallkimi i Allahut i melaçeve gjithë njerëzve që mbi ta, Allahu s'pranon sadok për tia, s'pranon punë të mira, kështu me radhë, kretë kanë qenë rregulla se çysh duhet me jetu ensarët dhe muhaxhirët nën kupullën e quajtur Islam. Pastaj karta tjetër ose marrëveshja tjetër që ka bënë me jehudit, se çysh me rujt njëri tjetrin. Qysh me rujt njëri tjetrin, mos me tradhtu njëri tjetrin, edhe me mbrojt njëri tjetrin. Edhe kështu ka qenë marrëveshja derisa e kanë thyer jehudit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam kur s'ka thyer marrëveshje. As kur si ka shkumenia me thyer marrëveshje. Edhe kështu i ka urdhëruar sahabët. Thot sa herë ka dërguar luftë, thot nëse jepni bez dikujt ose bëni marrëveshje ata, mos e thani marrëveshjen. As nëse prishni besën derisa nuk e thënë ata. Edhe kështu pejgamberi alayhi salatu wasallam ka vazhduar me jehudit, edhe po don me ndërtu një ambient të sigurt Medine. Mirë, muslimanët ju dorëzuan dhe ju nënshtruan urdhat e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndërsa jehudit duhet më ju nënshtruan marrëveshjes, patjetër, sepse kemi marrëveshje. As nuk ju luftojmë, as keni me na luftu. As nuk e lëm dikan me ju luftu juve, po dhe ju s'duhet me lëm dikan me na luftu neve. As se bëjmë mek armikun t'juv, as ju nuk e bëni mek armikun tonë. Kështu ka qenë marrëveshja. Edhe kështu thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, do të jemi derisa jeni në këtë pikë. Edhe na do të jemi. Edhe kështu vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa i prishin marrëveshjet jehudit, edhe pastaj detyrohet mu marr me secilin festë të jehudive veç. Apo këto ishin fillet e para të jetës pejgamberit alayhi salatu wasallam në Medinë. Këto ishin veprimet e tij të para, kjo ishte strategjia e tij, kjo ishte politika qeverisë edhe shtetë ndërtuese e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një politikë shumë e shëndosh, një politikë shumë në rregull, pastaj u ndërtu një shtet i fortë i cili zgjati më tepër se 1000 vjet përderisa eci sipas mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i kemi pastaj shtetin e sahabëve, shtetin e halifëve të drejtë, pastaj Temevive, Abasive, kështu me radhë derisa
ka përfundu hilafeti, i cili në mënyrë të përgjithshme, në korniza të gjana, ka ecë sipas mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha këto, pejgamberi alaihi salatu wasalam, ose shumicën për tyre i bënte me shpallje, një pjesë tjetër të madhe me konsultim mes njerëzit e dijes edhe njerëzit strategjik për luftë me ata që kishin prirë për luftë, për menaxhim të situatave dhe të krizave me ata që i menaxhonin krizat, dhe kështu pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam e boni këtë klim shumë të përshtatshëm në Medinë, edhe vëllazënor, edhe të qetë, edhe për adhurojnë Allahun, kush s'po i nguc, askush po i thot, kush ka thonë më fol këto, askush nuk po e ngresh ja kërkonin, askush s'po e rrej kërkonin pse po folën, mohon për herë të parë muslimanët filluan me shku në xhami, mu fol shlirë, me arë shlirë të shtëpia, mu krenu pse janë musliman, me tregu hapta se janë musliman, edhe me bota vetë edhe me thirrë tjerë në islam, pa i pengu kërkush, as pa i dal në rrugë kërkush, as pa i rujt shpinën prej kërkujt. Deri këtu përfundojmë tregimin për sonte, ndërsa në derset e ardhshme me lejen e Allahut vazhdojmë në ato se çka pason prej betejave, prej veprimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.